Dorëzohet Eranda Libohova, flet për fustanin e bardhë dhe për partnerin. Nuk ka asnjë intervistë televizive që Eranda Libohova të mos pyetet për jetën e saj private, dhe sa më shumë hermetike tregohet, aq më shumë shton kurreshtjen e fansave të saj. Ndoshta kjo është arsyeja pse Ervin Kurti, megjithse është një mik i mirë me këngëtaren, nuk mund të ri pa e ushtruar profesionin e tij para se ta ftoj Erandën në program, kështu që s'mund të shpëtonte as këtë herë pa gërmuar pak. Në një intervistë as pak të zakonshme të realizuar në një kopësht të paqt, Eranda, e ulur në një kolovajz me tekilën, qenin e saj ju përgjigj një për një thumbave të Ervinit për jetën private. Së pari këngëtarja sqaroi deklaratën e parë disa muajve që sipas portaleve ajo kishte qarë për një dashuri të para 22 viteve, sepse i dashuri largoi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Titulli s'kishte lidhje me lajmin. Kur kalon koha, njeriu është edhe më i ftohtë emocionalisht dhe i tregon gjërat më kollaj. Rretheu ajo duke konfirmuar se megjithatë ajo ishte një histori e vërtetë. Mirë, dashuria e para 22 viteve është haruar, po çfarë kërkon Eranda nga një dashuri aktuale, duke qenë se është e pavarur ekonomikisht, ka një shtëpi të saj dhe është e afirmuar nga ana e karrierës. Po pres njeriu e mirë, pra, tha me të qeshur këngëtarja, madje foli edhe për fustanin e bardhë, atë idealin sipas shijeve të saj të sofistikuara. Do doja të ishte një tubino, pra një fustan i ngjitur pas trupit, poshtë gjurit, që edhe t'i tregojnë pak këmbët. Dasma ka bërë shumë çifte janë martuar, duke dëgjuar zërin e Erandës, kështu që ajo nuk ka arritur të mendoj për dasmën e saj. Kur ajo ditë të vi, ku i dihet, ndoshta nuk ka nevojë as për një ceremoni të madhe, as për fustane princeshe apo kokçari të tjera dasme që jo të gjithë i menaxhojnë një lloj.